Gjatë qëndrimit në Bashkinë e Korçës, shefi i kabinetit të kryetarit të komunës Bashkim Hasani realizoi takim me homologen e tij, Angela Dishnica. Në takim u dha propozim për birnjakëzimin e dy komunave, si dhe themelimi i bashkëpunimit mes tyre. Vizita atje u ndoq edhe nga ekipi i televizionit tonë. Pjesë e delegacionit të komunës së Gostivarit në vizitën e realizuar në Bashkësinë e Korçës ishte edhe shefi i kabinetit të kryetarit të komunës, Bashkim Hasani, i cili u takua me homologen e tij, Angela Dishnica, shefi i kabinetit të kryetarit të Bashkësisë së Korçës. Birnjakëzimi i dy komunave, si dhe thellimi i bashkëpunimit, ishte ndër çështjet e trajtuara me këtë rast. Është vizita e dytë e ekipit të projektit nga komuna e Gostivarit, të cilët vizitojnë bashkinë dhe qytetin e Korçës. Me këtë rast unë ngelit të faleminderoj edhe stafin e Bashkisë të Korçës për mikpritjen të cilën na bëri, edhe urojmë që ky projekt të përfundohet me sukses, edhe pse jo edhe të aplikohet për realizim edhe të projekteve tjera të radhës. Ju falenderoj. Angela Dishnica, shefi i kabinetit të kryetarit të Bashkësisë së Korçës, theksoi se bashkëpunimi edhe në fushat e tjera mbetet prioritet për drejtuesit e dy institucioneve për të ardhmen. Ne duam që t'i falenderojmë për ardhjen këtu në qytetin e Korçës, e vlerësojmë atë dhe e shohim si një bashkëpunim të mëtejshëm, jo vetëm të projektit që ne jemi duke zbatuar aktualisht dhe jo vetëm projekte në fushën e turizmit, por meqense të dyja bashkitë kryejnë pothuajse pak a shumë të njëjtat funksione, e shohim edhe si një bashkëpunim edhe në fusha të tjera. Deri tani pam që kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe pse të mos e konkretizojmë edhe në projekte të tjera. Delegacioni nga komuna e Gostivarit u përfaqësua edhe nga udhëheqësi i sektorit të urbanizmit Jeton Salia, koordinatori i sektorit të arsimit Edit Azizi, zëvendës udhëheqësja e sektorit të financave Fitore Aligeka, përgjegjësi i departamentit të zhvillimit ekonomik lokal Pajtim Saiti dhe përfaqësuesit e biznes sektorit nga kompania Fezi dhe Pizzeria Niniva në Gostivar.